Përshëndetje të dashur miq, sot do të flasim për horoskopin e muajit maj 2025, për shenjën e Dashit, Demit dhe Binjakëve. Para se të filloj, dua t'ju falenderoj nga zemra të gjithë juve që më ndiqni dhe që jeni abonuar në kanalin tim. Shumë faleminderit. Gjithashtu, edhe ata që janë për herë të parë në këtë kanal dhe i pëlqen përmbajtja e videove të mia, mund të më ndihmoni duke u abonuar, duke bërë subscribe në kanalin tim, sepse në këtë mënyrë mund të vazhdoj të krijoj më tepër video për ju. Le të fillojmë me parashikimin. Çfarë parashikojnë yjet për ju për këtë muaj maj? Shenja e parë, Dashi. Klima astrale për muajin maj 2025 për shenjën e Dashit. Ndërsa disa e kalojnë muajin me ëndra dhe projekte në mendje, duke ditur se si t'i mbrojnë ato me bindje dhe sukses, të tjerët duhet të moderojnë veten dhe të përdorin fuqinë e tyre joshse për të arritur qëllimet e tyre. Ndërsa të tjerë ende mbështeten në sensin e tyre të mpret të komunikimit, për t'i bërë njerëzit që i rrethojnë të kuptojnë se është e mundur të shprehim se kush jemi në një mënyrë tjetër, pa u shkëputur domosdoshmërisht me një të kaluar nga e cila përkundrazi janë nxjerr mësime të vlefshme. Cili është disponimi juaj Dashi për muajin maj? Ju jeni iniciativë, të vendosur për të shkëlqyer dhe mjaft të rreqës për të ndikuar tek të tjerët. Por mos i merrni dëshirat tuaja si komanda. Ky qëndrim mund të bëjë që disa të përpiqen t'ju bllokojnë. Në dashuri, në muajin maj, përfitoni nga prania e Venusit për të bërë përshtypje të tjerëve. Simpatik dhe të rreqës, ju jeni të etur për të pushtuar dhe nuk ju kalon pa u vënë re. Ky humor të rreq vëmendjen tek ju. Nëse jeni në çift, partneri juaj i nënshtrohet magnetizimit tuaj. Ju do të vendosni të gjitha armët e tuaja për të rindezur flakën. Nëse jeni beqar, Venusi rrit fuqinë tuaj joshëse, ndërsa Marsi mbështet temperamentin tuaj të zjarrt. Kjo mund të ndesë shkëndijën në sytë e dikujt që ju pëlqen. Në para për muajin maj. Dashi. Këtu rrezikoni të kërkoni shumë nga të tjerët. Për të marrë mbështetje, filloni duke reduktuar kërkesat tuaja. Kurse në punë, edhe pse keni mjaft karizëm dhe energji për të shprehur talentin tuaj, keni kujdes që të mos jeni shumë kërkues në kërkesat tuaja për financim. Ju mund të goditni një mur nëse kaloni kufit tuaj. Koha e lirë për Dashin për muajin maj 2025. Ju motivoni të tjerët që t'ju ndjekin dhe t'i bashkohen kauzës suaj. Mos hezitoni të propozoni një aventurë për të ndarë me një grup të gatshëm t'ju shoqërojë. Cilat janë datat më të rëndësishme për këtë muaj për shenjën e Dashit? Data 5. Lidhja rrjedh mirë mes jush dhe një mjedisi të ndjeshëm ndaj argumenteve tuaja. Prandaj, nuk duhet të keni problem të bindni të dashurit tuaj, që t'ju besojnë dhe t'ju ndjekin. Periudha e shkëlqyer për të komunikuar me sukses. Në datën 12, kujdes mos hidhni para. Nëse perspektivat tuaja meritojnë financim, mbajini një sy në një buxhet që duhet të përmbushet nëse nuk doni të gjeni veten në shkronja të kuqe. Në datën 17 është një potencial i ri për t'u eksploruar, talente të shfaqura që mund t'ju bëjnë të dyshoni në aktivitetin tuaj ose të pasuroni atë aktual. Karakteristika të reja që ja vlen të mbahen parasysh që do të kontribujojnë në lëvizjen pozitive të linjave. Në datën 22, ju komunikoni për një ideal që është i dashur për ju dhe dëshironi ta ndani me rrethin tuaj të ngushtë. Përfitoni nga shkëlqimi juaj personal dhe fuqia juaj joshëse për të rindezur flakën dhe për të tërhequr vëmendjen. Në datën 26,
Një herazi e frymzuar dhe e matur, idealiste dhe e pjekur, arrini të shkëmbeni ide për një projekt që u frymzon pa e humbur syt nga realiteti. Cila është këshilla për dashin për muajin maj? Jeni mjaft të vendosur për të pasur sukses në dashuri apo biznes. Pikat tuaja të forta janë të rëndësishme dhe të mjaftueshme për të kënaqur dëshirën tuaj, për të joshur, pohuar veten dhe kërcyer me ritmin tuaj. Demi. Çfarë parashikojnë yjet për ju për këtë muaj? Klima astrale. Një ideal i jetës merr formë ngadalë. Ju keni talente që mund t'i përdorni në këtë ndjekje. Disa po mobilizohen për të ndryshuar gjërat në sferën familjare dhe private, duke kombinuar autoritetin me pjekurinë emocionale. Të tjerët mbështeten në potencialin dhe talentin e tyre për të negociuar përmirësimet në statusin dhe fitimet e tyre, me synim për të ndërtuar një të ardhme solide. Disponimi juaj për muajin maj. Besojeni intuitës suaj për të udhëhequr veprimet tuaja në familje, për t'i mbajtur gjërat të ecin pa probleme. Jeni me takt dhe qëndroni të lidhur me ndjeshmërinë tuaj për të shmangur konfliktin. Në dashuri, Demi, ju përpiqeni të lëvizni kufijtë e familjes dhe të drejtoni operacionet me autoritet, por pa humbur nga syt intuita dhe emocionet tuaja, në mënyrë që vendimet tuaja të reflektohen në nevojat e familjes. Kujdes nga tendenca për të ushtruar shumë kontroll mbi të dashurit tuaj. Nëse jeni në çift, nismat tuaja për të menaxhuar jetën tuaj familjare duken të jenë unanime, por shmangni imponimin e zgjedhjeve tuaja pa u konsultuar më parë. Nëse jeni beqar, marrëdhëniet familjare i qaseni me qëllim për të imponuar pikpamjet tuaja, por e bëni këtë me takt. Parat për muajin maj për shenjën e Demit. Nëse disa diskutime familjare sillen rreth parave, mos u zemroni dhe mos merrni vendime për të gjithë. Trajtoni ndjeshmëritë e të tjerëve me kujdes për të arritur qëllimet tuaja. Në punë, Demi për muajin maj. Demi dukeni sikur jeni më shumë të shqetësuar për jetën tuaj private, nëse nuk vendosni të krijoni strukturën tuaj profesionale ose të punoni në një biznes familjar. Në këtë rast, është më mirë të jesh diplomatik me të gjithë. Koha e lirë për Demin për muajin maj. Ju keni burime të shkëlqyera për të bërë punë në shtëpi apo edhe për të lëvizur. Besoni se Marsi do të lëviz malet për ju. Datat e rëndësishme për Demin për këtë muaj. Në datën 6, ju demonstroni pjekuri të madhe emocionale, që ju ndihmon të lundroni në transformime të mëdha që mund të ndryshojnë në afat të gjatë rrjedhën e fatit tuaj. Në datën 17, nuk ka të bëjë me konformimin në rregullin, por të përcaktoj çdo gjë tuajën. Është koha për të rifituar lirinë e tonit dhe lëvizjen që keni dëshiruar, por që nuk keni guxuar ta kërkoni deri tani. Në datën 20, nëse kërkesat tuaja marrin një ton më të fuqishëm, megjithatë, ju respektoni disa kufi që nuk duhet t'i kaloni. Çdo projekt që dëshironi të ndërmerrni duhet të bazohet në diçka solide. Në datën 24, potenciali dhe talentet tuaja janë në shërbim të një evolucioni të fatit tuaj, që tashmë ka filluar të shfaqet. Mos keni frikë të punoni në këtë drejtim, sepse besoni apo jo, metamorfoza e vazhdueshme është e pashmangshme. Dhe në datën 27, hëna e re ju fton të shprehni, të zhvilloni dhe të shprehni hapur talentet tuaja. Ky trend do t'ju lejojë të shoqëroni në mënyrë aktive lëvizjen
në vend që thjesht të vuani përmes saj. Cila është këshilla për muajin maj për shenjën e Demit? Ky muaj i dedikohet menaxhimit të marrëdhënieve tuaja familjare. Për të zbatuar me sukses rregullat tuaja, filloni duke i dhënë të gjithëve të drejtën e votës për të parandaluar rebelimin. Dhe shenja e tretë, binjakët. Çfarë parashikojnë yjet për ju për këtë muaj? Një ideal tani i arritshëm dhe brenda zemrës së disave, të cilët megjithatë duhet të shmangin manipulimin e të tjerëve në hije për të arritur qëllimet e tyre. Ata nuk kanë nevojë për të dhe çdo përpjekje mund të dëmtojë reputacionin tuaj. Të tjerë nuk ngurojnë të flasin për të fituar mbështetje për një projekt për të cilët janë të pasionuar, ndërsa të tjerët mobilizohen për të shkëputur nga kushtet pa ekzistuese, që i pengojnë ata të realizojnë plotësisht potencialin e tyre të vërtet. Binjakët, cili është disponimi juaj për muajin maj? Nuk ju mengon vullneti apo bindja për të mbrojtur idetë tuaja. Megjithatë, keni kujdes që të mos jeni të pandjeshëm duke fshehur aspektet e projekteve tuaja që mund të mos pëlqehen. Mos e detyroni mjedisin tuaj të miratoj planet tuaja pa rezerva. Në dashuri, binjakët mund të mbështeteni në komunikim të fortë dhe shumë efektiv për të bindur të tjerët që t'ju besojnë dhe t'ju ndjekin. Ju po prezantoni një projekt të reqës që ka të ngjarë të ketë një ndikim të madh. Megjithatë, shmangni shtytjen për të marrë atë që dëshironi. Nëse jeni në çift, jeni të emocionuar nga perspektiva të caktuara, siguroni që partneri juaj të ndajë pikpamjet tuaja. Kjo ndoshta është e vërtetë, por keni kujdes dhe mos u përpiqni të ndikoni tek të tjerët për përfitimin tuaj. Nëse jeni beqar, ju e projektoni veten drejt një të ardhme premtuese dhe dini si t'i bindni ata që ju rrethojnë se projektet tuaja ja vlen t'i ndiqni. Sidoqoftë, shmangni manipulimin ose detyrimin e dikujt që të vërtetojë idetë tuaja. Parat për muajin maj për shenjën e binjakëve. Ju e dini se si të përshtateni me kërkesat tuaja për të bërë përshtypje, por nuk ka të ngjarë që të merrni atë që kërkoni nëse supozoni se gjithçka ju përket juve. Në punë, binjakët nuk i mungon vendosmëria për argumente, janë të qëndrueshëm për të paraqitur vizionin e tyre për të ardhmen. Nëse propozimet tuaja janë të reqëse, kufizoni veten në mbledhjen e mbështetjes pa abuzuar me autoritetin për të kontrolluar të tjerët. Koha e lirë për binjakët për muajin maj 2025. Ka të ngjarë të jeni i pari që do të filloni diskutimet e ideve, ose mund të përfitoni të angazhoheni në punë manuale për të kanalizuar këtë energji dhe për të mbajtur nën kontroll çdo gjë rreth jush. Data të rëndësishme për muajin maj për shenjën e binjakëve. Në datën 2, një projekt ju lartëson një ideal që dëshironi të arrini. Besojuni mbështetësve tuaj për t'ju udhëhequr gjatë udhëtimit tuaj dhe vendosni planet tuaja frymëzuese në rrugën e duhur. Në datën 5, a fillon një cikël i rizgjerimi, i cili po formohet të jetë shumë premtues. Ju e dini se si t'i mobilizoni bukur ekipet tuaja dhe t'i bëni ata të duan të besojnë tek ju, t'ju ndjekin dhe të hapin të ardhmen së bashku. Në datën 18, keni kujdes me rrëshqitje të mundshme verbale që mund të komprometoj harmoninë mes jush dhe të tjerëve. Në këtë rast, është më mirë t'i ulni gjërat në vend se të rrezikoni, të shkaktoni konflikte ose thashetheme. Në datën 20, ju punoni në hije për të konsoliduar statusin tuaj, për të siguruar rezultatet e marra. Duke sakrifikuar veten personalisht, merrni kohë për të rregulluar kursin tuaj dhe sigurohuni që po shënoni pikë,
duke bërë një ndikim të qëndrueshëm dhe pozitiv në hierarkinë tuaj. Në datën 24, disa njerëz po zihen brenda, të tronditur nga intuitat dhe ndezit që i fitojnë të lënë zonën e tyre të rehatisë dhe të ndryshojnë këndvështrimin e tyre. Të tjerët pohojnë ambicjet e tyre dhe marrin kontrollin. Këshilla për binjakët për muajin maj 2025. Mund të favorizojë iniciativat tuaja, të cilat forcojnë mentalitetin dhe aftësinë tuaj për të shprehur dëshirat tuaja. Përderisa nuk i impononi si urdhra, me siguri gjithçka do të shkojë në favorin tuaj. Këto pra të dashur miq ishin parashikimet e horoskopit për muajin maj 2025 për shenjat Dashi, Demi dhe Binjakët. Faleminderit dhe mirupafshim në video të ardhshme.